e Edi Ramës si zgjidhjen e vetme të kësaj gjendje dhe të kësaj situate dramatike që përjeton vendi. Në një kohë kur Edi Rama, njeriu më i poshtruar në detyrë sot në të gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe me gjërë, nuk ka sot një kryeministër të poshtruar para botës dhe para popullit të tij siç është Edi Rama. Është i poshtruar sepse po përdor ligjet, kushtetutën, po shkelmon ligjet dhe kushtetutet për të mbrojtur vjedhjen e tij. Është i poshtruar sepse për interesat të tij, të hajdutërisë së tij, të pasurive të tij të paligjshme, po mbyll dyert e Bashkimit Evropian për është i poshtruar se aty ku miraton ligje në parlament për firmën e tij, firmën ja merr Plumbesha Spirogjoka. Është i poshtruar sepse aty ku bën ligje që lindja e tij të jetë First Lady e Shqipërisë, zonja Bega ja merr ligjin. Është i poshtruar. Pra Edi Rama përjeton periudhën e poshtrimit më maksimal të një qeveritari, të një kryeministri. Ne sot jemi këtu për të shprehur mendimin e qytetarëve shqiptar. Do të votojmë në unison për heqjen dhe arrestimin Llukut, por këto nuk janë zgjidhja e krizës. Zgjidhja e krizës është largimi i njeriut më të poshtruar sot në skenën politike europiane dhe prendimore, të themi, që quhet Edi Rama. Ju duhet ta dini këtë, që ai është i poshtruar për aktet që ka kryer, por ai për të shpëtuar lëkurën e tij është i gatshëm të pranojë çdo lloj poshtrimi që i bëhet. Nuk mund ta imagjinoni ju se si në darkat e tij të neveritshme që ja u nxjerr ato që han miqve, shkollë u përkulet, u bie në gjunjë si legend, si shteti thuash am apo jo, për të kërkuar që të ndryshojnë mendimin. Ky pra, ta dinë shqiptarët se ky është sot Edi Rama. Mirupafshim. Kemi ndjekur kështu të dashur miq fjalën e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha në prag të derës kuvendit, i shoqëruar edhe nga figurat e tjera të larta të Partisë Demokratike si Luciano Boçi apo Bart Spahia, Flamur Noka e të tjerë, përpara se sa të hyjë në seancën plenare ku do të vendoset sot edhe fati i Belinda Ballukut. Ai ka përfituar që të akuzoj drejt për së drejti kryeministrin Edi Rama, duke thënë se është ai i cili po mbron tashmë deputeten Belinda Balluku. Ne të gjithë të proteste, njëkohësisht edhe seancën plenare, pra gjithçka që ndodh sot në kryeqytet ku është përqendruar vëmendja e gjithë shqiptarëve, kemi gazetarët tanë të cilët janë shpërndar kudo. Unë ju them mirëmëngjes edhe mirë se vini të gjithëve, Anesi Baramema, Fiorella Beleshi, Igli Çelmeta, edhe gazetari ton Ervin Koçi, i cili shumë shpejt do të na raportojë nga brenda sallës së kuvendit. Ai është duke u vendosur në këtë momente. Regjiana ofron edhe pamjet e kuvendit të Shqipërisë, ku me sa duket të gjithë janë ulur, të gjithë deputetët janë ulur, kanë hyrë në rrugë alternative që të mos përplaseshin me opozitarët të cilët po protestonin. Mirëmëngjes, i themi të parit Anesi Baramema. Anesi, përshëndetje, edhe mirë se vjen. Ashtu si e thamë edhe në fillim, jashtë sallës së parlamentit, Anesi, janë protestuesit të cilët kanë nisur protestën e tyre, marshimi nga Partia Demokratike. Cili është skenari i mundshëm, të paktën i parë, i kësaj proteste?
Skenari i kësaj proteste do të jetë më ndryshe nga ato që kemi parë, ku do të fjalimi do të jenë në fund të tubimit, atëherë kur të mbaroj edhe seanca plenare, ku do të vendoset edhe se çfarë do të bëhet me kërkesën e SPAK për Belinda Bollukun. Deri më tani kanë mbritur të gjithë protestuesit, mund të themi, dhe protesta ka nisur zyrtarisht, por të gjithë simpatizantët e Partisë Demokratike presin nisjen e seancës plenare, ku do të ndjekin se çfarë do ndodh në këtë seancë plenare. Në sheshin para parlamentit ndjes është vendosur edhe një ekran, mund të themi, që do të transmetojë të gjithë ato çfarë do ndodh në seancën plenare, ku do të lexohet raporti i Partisë Demokratike për kërkesën e SPAK, më pas edhe raporti i Partisë Socialiste, edhe më pas do të bëhet edhe votimi. Në krye të kësaj proteste do të jetë Gazmend Bardha dhe Klevis Balliu, dy deputet të cilët janë përjashtuar, kanë mbetur jashtë parlamentit për shkak të atij incident që ndodhi gjatë javës së shkuar mes Taoland Ballës dhe Albana Vokshit, dhe më pas që pam edhe përplasjen, mund të themi, gati fizike mes deputetëve, dhe Komisioni i Etikës vendosi përjashtim me 10 ditë për këta dy deputetë të cilët do të jenë krye kësaj proteste. Të gjithë simpatizantët do të presin, siç e thash, se çfarë do ndodh brenda seancës plenare, më pas do të ndjekin edhe fjalimet e deputetëve demokrat, ku pritet në fund të seancës plenare të dalë dhe zoti Berisha të mbajë ai fjalën e rastit, siç edhe ka ndodhur zakonisht në të tilla protesta. Kjo është një protestë, edhe pse është thënë që është një protestë kombëtare, sërish numrat nuk flasin për një protestë të tillë, pasi për shkak edhe të orës të paradites ku një pjesë e qytetarëve janë edhe në punë, nuk ka një masivitet, mund të themi, të protestuesve në shesh, por sërish sheshi para parlamentit është pothuajse i mbushur. Siç e theksova që në fillim, kjo protestë do të zgjas, po ajsa do të zgjas edhe seanca plenare ditën e sotme. Unë të falenderoj Anesi, ndërkohë që seanca ka filluar në me kamerën tonë, do të shkojmë brenda saj për të ndjekur punimet e kuvendit drejtuar nga kryetari zoti Niko Peleshi.